Kosovës pra që 1 vit e gjysmë gati ka qenë jashtë funksionit. Pse? Pse? Për shkak të inateve të juja politike gane. Se viktima në fitusit nuk i shkon. Një organ që e mbikëqyr qysh po përhapët dezinformata mes tjera, këshme qenë KPM-ja. Pse keni lanë KPM pa bardh një kohë të gjatë? Prandaj, me ndërlidhe dhe me pjesën që e tha deputetja Musliu, seriozitetin në nxjerrjen e ligjeve, një nguti, mos harrojmë Kuvendi i Kosovës pra që 1 vit e gjysmë gati ka qenë jashtë funksionit. Pse? Pse? Për shkak të inateve të juja politike gane, dhe keni dashur vazhdimisht procese zgjedhore, tu i ditë rezultatet, po doni prap një proces tillë që prap i dim rezultatet që realisht nuk kanë. Ose viktima në fitusit nuk i shkon. Unë nuk preva asnjëherë ganet. Jo, po nuk më të lanë se ti të jetu i dezinformuar, ne sot po flasim për dezinformimin dhe unë nuk lejoj në studio ku jam, unë nuk lejoj kur është ma kundër dezinformimit me dezinformu. Unë dëgjova, unë dëgjoj po me dezinformu. Shkruajta seriozitetin. Jo, me dezinformu. Nxjerrjen e ligjeve, cilën e the. Viktima nuk të shkon. Po ta shumë durim me dëgjuar një deklaratë me cilën unë supajtova. Unë e hispërzina pajtohesh, unë s'po të që dezinformova, po të më supajtova me deklaratën. Dezinformatësh, edhe nuk të shkon viktima se je fitus. Dakor, po. A bën unë me pyet, më fal veç pak Ermal, me inkuadru Ermali para me sqaru ato që Gzoni po e shpërfaq këtu e që unë po mendoj që është një alarm për shtetin e Kosovës. Në rast se pas kemi pas agjentë AKI-s, agjentë policisë, të cilët kanë nisë më marrë intensivisht me dezinformimin, dhe pas kanë qu dosjen prokurori për me arrestu njerëz të cilët kanë shpërnda informacione, të cilat e dim që nuk binë në domenin e veprave penale, për shkak se duhet me kuptu që dezinformimi nuk është vepër penale, po është në domenin e shfifjes dhe të fyres, atëherë na pas këm pak një problem të madh me lirinë e shprehjes dhe me nivelin e vlerave demokratike në këtë vend. Pra në rast se jemi të fol për një plan operativ të qeverisë për me binda AKI-n dhe policinë me mbledh prova gjëja ndaj dezinformuesve, të cilët i përdorin mekanizmat ligjor të lirisë së shprehjes për me po këtë punë, kjo për neve është problematike. Tash, në rast se na po e shndrojmë tash këtë element, sepse duhet me kuptu, prokurori është filtri i parë i shtetit që e mbron demokracinë. Në rast se pas kemi polic, që pas kanë qu dosje, dhe pas kanë thonë, duhet me arrestu njerëz pse kanë folë në televizion. Atëherë unë po mendoj që prokurori pas ka nuk e generalizova në asnjë moment. Veç sa për shkak sepse e përmenda një rast konkret. Jo, e përmenda një rast konkret, i cili njihet edhe për spionazh, por edhe për dezinformim. Jo, është shumë e rëndësishme. Sepse këto dyja megjithatë janë të lidhuna besoj. Spionazhi dhe përdorimi i mjeteve të spionazhit për me shkaktu pastaj dezinformimin në diçka tjetër. Mirë po, unë nuk di që ka dosje të tjera dhe materialet e tjera të cilat flajnë prokurorinë e shtetit dhe të cilat nuk janë hetu.